që takimet me PDK-n e me AK-n do të ishin lajm. Jam i interesuar të vazhdoj diskutimin për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe një herë i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëria Ardian Xhimi, kryetari Gjakovës, së voni tash edhe kryetari AK-s, por edhe kryetarit të PDK-s, Bedri Hamza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në qeveri, ka qenë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, njeri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë, sepse nëse kryetari i kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosje, dhe nëse qeverinë e formon mazhoranca që jemi ne, me 62 deputet, për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar. Pra këto dyja, nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit, që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja, është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe AK-s. Pra konstituimi i institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm. Por unë i kam mbajtur shënim të gjitha kritikat që na i kanë dhënë gjatë këtij viti. Dhe tash, natyrisht, që po i përfilli ato. Edhe më tej, iniciativat për çdo takim jam duke i marrë unë. Unë dua bashkëpunim, prandaj marr iniciativa, prandaj komunikojmë, veçse unë mund të kem lajme të reja për juve atëherë kur do të kemi marrëveshje. Aktualisht, takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk janë më lajme. Lajm do të ishte marrëveshje. Por më duhet ta pranoj që takimet me PDK-n e me AK-n do të ishin lajm. Dhe unë uroj që të kemi lajme të tilla sepse ato janë të mirë.